fuqishme të aeroplanbazës Lincoln. E qartë, zoti Prenga, nga ana tjetër, cili është mesazhi që po i dërgon SBA-ja Iranit përmes dislokimit të aeroplanbajtjes dhe avionëve F-15 dhe nga ana tjetër, a ka kapacitet Irani të përballojë një sulm amerikan apo ndoshta strategjia e tij mbetet vetëm lufta asimetrike dhe goditjet indirekte? Unë mendoj se ka qenë është do të mbetet mjeti i presioneve që çdo vend ka ndaj një vendi kundërshtar apo që do të ndryshojë sistemin. Në këtë rast edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës shfrytëzojnë këtë mjet presioni, por jam i bindur që presioni duhet finalizuar dhe finalizimi i saj është dy variante mendoj unë. Varianti i parë i uljes së udhëheqjes së ajetullave në tavolinën e bisedimeve, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë në tavolinë dhe të vendoset, paraqeset, parashtrojnë kërkesat e tyre ndaj qeverisjes, ose në pamundësi për të realizuar këtë, atëherë do të jetë varianti i dytë, jo shumë i dëshiruar nga asnjë palë, pasi edhe Irani është shteti më i fuqishëm në rajonin e Mesë dhe goditjen e parë natyrisht nuk do të japë kundra Shteteve Bashkuara të Amerikës se nuk e ka kapacitetet dhe mundësitë, por goditjet ndaj Izraelit, që është partneri kryesor i Shteteve Bashkuara të Amerikës, mund ta realizoj tashmë e nuk mund të qëndrojë një lloj si në kohën dhe momentin kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës e goditën dhe nxorën jashtë luftimit të gjithë sistemin e zbulimit, sistemin e mbrojtjes së hapësirës ajrore, zbulimit dhe të goditjes. Në këto momente Kambini që ka pasur kohën e mjaftueshme për të përgatitur dhe mos të gjendur pa mundësi reagimi. Në këto kushte, varianti të dyja variantet apo opsionet qëndrojnë dhe diskutohen, cili do të jetë vendimi, kjo do të varet sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërmjet ministrit Rubio dhe ministrit jashtëm të Iranit nuk i kanë shkputur bisedimit apo të ndërmjetësve të tyre, të besuarit të presidentit të Shtetit Bashkuara të Amerikës Donald Trump, nuk i kanë shkputur për asnjë çast dhe kush do të jetë si është tesoria e tyre, ne nuk kemi ndonjë informacion të detajuar për të thënë që është kjo situata e tanishme. Në mungesë të situatës dhe të updatimit të saj, ne analizojmë dhe gjykojmë mbi ato pak informacione që na vijnë nga pjesa e Iranit dhe detyrimisht duke qenë sekret dhe diskret në përgjithësi për të gjithë, pasi një element në aspektin ushtarak është befasia në çdo vendim marrë për të goditur. Elementi i befasisë është shumë i rëndësishëm dhe luan rol se cila nga palët në përplasje do ta ketë element për ta kthyer në favorin e tij. Në këto kushte edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne nuk mund të marrim informacionet e dëshiruara për të gjykuar dhe për të analizuar situatën dhe për të dhënë mendime se si situata do të jetë e do të zhvillohet në të ardhmen. E qartë, zoti Prenga, sa i përfshirë do të ishte Izraeli në rast të një konflikti mes SBA-s dhe Iranit dhe a mund të bëhen ndoshta edhe një objektivi drejt për drejt dhe nga ana tjetër cili është roli që mund të luajnë edhe grupet aleate të Iranit në rajon pra si Hezbollah apo milicit në Irak edhe Yemen? Unë mendoj që dora e shtrirë e Iranit nëpërmjet 3 organizatave terroriste tashmë besoj që nuk e ka më kapacitetet dhe mundësitë për të reaguar ndaj Izraelit masivisht. Reagime të shkëputura, sporadike raste mund të ketë, por do thosha që nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrin me për ta goditur nga ajri dhe nga teti. Jam i bindur që kjo goditje do të realizohet, por jo pa reagim nga ana e Iranit. Dhe objektivi i parë që Irani do të veprojë dhe do të godas, do të jetë Izraeli. Këtë Izraeli e di mirë dhe kjo është arsyeja që Netanyahu bëri vizitë të shpejtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i ka kërkuar në mënyrë të përsëritur, e ka deklaruar dhe zyrtarisht që Izraeli nuk do të jetë pjesë e goditjes së Iranit në asnjë lloj aspekti. Kurse në aspektin e drejt për drejt të marrjes së informacionit dhe të shkëmbimit të informacionit nëpërmjet teknologjisë, po mbi të gjitha të shërbimeve të fshehta të Izraelit që është Mossadi, janë i bindur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nevojë për informacionin e tyre dhe ata do të veprojnë në terren nëpërmjet këtij informacioni. Nëse ky informacion nuk është, atëherë do ta ketë tepër të vështirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të goditur objektivat, të cilat janë në lëvizje të herpashershme dhe ata e dinë që janë në syrin dhe vëzhgimin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës për të goditur dhe detyrimisht përfshirë edhe punëtorët e tyre, përfshirë dhe mënyrën e komunikimit, telefon dhe gjithçka tjetër, ata i mbajnë në një komunikim dhe detyrimisht i heqin për të mos i dhënë mundësi sistemit satelitor për t'i përndjekur dhe për të përcaktuar si objektivat mund të goditjes.
E qartë, zoti Prenga, nga ana tjetër, çfarë opsione ka Irani për t'i bërë ballë të gjithë presionit amerikan pa hyrë sigurisht në një luftë të drejtë për drejtë dhe a ekziston ende hapësirë reale për diplomaci apo palët tashmë janë futur në një spirale për shkallëzime? Unë mendoj se Irani e ka shfaqur më dhe është bindur që në momentin që ndaloi ekzekutimet masive të planifikuara me gjyqe të përshpejtuara, si dhe vrasjen e protestuesve, e ka kuptuar që Irani është në përplasje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të ishte mirë që të ulesh në tavolinë diplomatike të bisedimeve për të shpëtuar nga një goditje apo ndërhyrje e mundshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do të ishte disi për të mos thënë fatale për qeverisjen. E qartë, nga ana tjetër, nëse SBA zgjedh një sulm simbolik do ta quaja, do të hul kjo tensionin apo përkundrazi do ta përshkallëzoj konfliktin, pra në rast se do të kemi një diplomaci mes të dyja vendeve? Nuk besoj se do ta acaroj konfliktin, përkundrazi do ta pranoj në heshtje të dy palët. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të realizuar atë që ne ndërhyjmë dhe goditëm, edhe Irani do ta pranoj një goditje të pjesshme dhe jo me shumë efekte dëmtuese dhe shkatruese për Iranin. Të dy palët në heshtje në një farë mënyrë do ta pranojnë si dëmin apo humbjen më të vogël të mundshme. Zoti Prenga, sa të besueshme janë kërcënimet e presidentit të SBA-s Donald Trump për sulme ushtarake, duke pasur parasysh këtu edhe tërheqjet e mëparshme që janë bërë? Relativisht ato që thuan për publikun në deklarata që i jep her pas here presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, zoti Donald Trump, është relativisht i vështirë për të përcaktuar, për të kuptuar dhe për të vlerësuar se kur ai do ta marrë një vendim të saktë, sepse atë që e thot në një konferencë shtypje të mëparshme mund ta rrëzojë dhe ta tjetërsojë në konferencën pasardhëse. Në këto kushte jam i bindur që kërcënimi i Iranit në situatën që gjendemi është real dhe ata duhet ta vlerësojnë si një diçka reale, sepse nuk mund të Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet presidentit Trump të humbasin një reputacion në arenën ndërkombëtare duke deklaruar diçka që ata më pas do të tërhiqen dhe nuk do të realizojnë. Pa diskutim që njëra nga opsionet mendoj unë, ose të goditjes, ose të uljes në tavolinën e bisedimeve, do të realizohet çështje kohe, se kur do të jetë, po do të realizohet do thoshon në mënyrë pa diskutueshme. Në të kundërt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë rast në arenën ndërkombëtare do të ishin humbsi i madh, pasi jo në aspektin ushtarak, por të prestigjit dhe të autoritetit të Shteteve të Bashkuara dhe të vetë presidenti Donald Trump që këtë vit ka dhe ato zgjedhjet e pjesshme në Shtetet e Bashkuara, duke marrë në konsiderat edhe kundërshtit brenda për brenda opozitës që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do jetë humbje pikësh të mëdha dhe do të ngelesh pastaj presidenti Trump të udhëhiqte si president, por pa kompetenca nëse do të humbas dy dhomat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nuk ja japin mundësi për të marrë vendime, pa çka se presidenti është fuqiplot e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Zoti Prenga, si thatë edhe ju në periudha zgjedhore, a mund të përdoren ndoshta ky tension edhe si një instrument politik i brendshëm në SBA? Unë do ta quaj normale, çdo pushtet do të përdorë të gjithë mundësitë dhe hapësirat e situatave dhe avantazhet që janë. Detyrimisht siç i përdor disa avantazhet për të kthyer avantazhin në favorin e saj pjesa e opozitës, edhe